Gjithsej 6 miliard euro do të sjellë marrëveshja për partneritet strategjik midis Maqedonisë së Veriut dhe Britanisë së Madhe. Kryeministri Hristijan Mickoski dhe ambasadori i Mbretërisë së Bashkuar në Shkup Matthew Lawson në Shkup zyrtarizuan bashkëpunimin, duke thënë se marrëveshja do të hap derën për bashkëpunim më të lartë në fushën e mbrojtjes, luftën kundër krimit të organizuar dhe financave të paligjshme. Përveç kësaj, do të mundësoj investime të mëdha në arsim, shëndetësi, kulturë, politika rinore dhe zhvillim më të madh ekonomik. Pse marrëveshja për partneritet strategjik me Mbretërinë e Bashkuar është e rëndësishme për qytetarët e Maqedonisë, do të jetë baza dhe themeli i një cikli investues që do të ketë kornizë të plotë në vlerë prej 5 miliard funtave, respektivisht 6 miliard eurove. Një pjesë e këtyre mjeteve do të shfrytëzohen për investime në infrastrukturë, ndërtimin e rrugës hekurudhore Kargo, moderne dhe të shpejtë nga Tabanoci deri në Xhevgjeli. Do të ketë investime të shëndetësisë dhe spitale të reja. Përfundimi i projektit për spitalin klinik në Shtip bashkë me ndërtesën e Fakultetit të Ri të Mjekësisë, konviktit studentor me kapacitet prej 200 shtretërve. Ndërtimi i spitalit në Kërçov bashkë me shtëpinë e shëndetit, rikonstruimi i spitalit klinik në Tetov e kështu me radhë, tha kryeministri Hristijan Mickoski. Por si, kur dhe çfarë mënyre dhe kushte do të arrijë 6 miliard euro në vendin ton deri në këto momente ende nuk dihet. Mickoski thotë se të dyja qeveritë po punojnë në përmbylljen e detajeve për shfrytëzimin e këtyre mjeteve për investime. Mickoski dhe ambasadori Lawson vlerësuan se kjo marrëveshje është shtyllë e dytë kyçe e pozicionimit ndërkombëtar të vendit ton, pas partneritetit strategjik që ka vendi me SBA-t dhe sipas tyre është një konfirmim shtesë për stabilitet, siguri dhe të ardhme të sigurtë europiane. Lawson hedh poshtë spekulimet se kjo marrëveshje detyron pranimin e migrantëve tek ne. Jam i kënaqur që vendi juaj u dakordua për këtë bashkëpunim. Ky bashkëpunim ka të bëjë me bashkëpunimin policor midis agjencive, duke u ballafaquar me grupet kriminale, shkëmbim më të mirë me informacione zbuluese dhe ne këtë e bëjmë dhe me disa vende tjera evropiane. Nuk ka të bëjë me pranimin e migrantëve nga Britania. Ky është një partneritet i gjerë, ka shumë spekulime në mediat britanike. Kjo marrëveshje parashikon bashkëpunim në luftimin e grupeve të imigrantëve, këtu dhe në rajon, bashkëpunim midis policisë, ndarjen e informacionit konfidencial. Thelbi i marrëveshjes është ekonomia, tha ambasadori britanisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut, Matthew Lawson. Kjo marrëveshje u negociua për disa muaj radhazi mes ekipeve nga të dyja vendet, u tha në këtë rast. Marrëveshja për partneritet strategjik midis Britanisë së Madhe dhe Maqedonisë së Veriut u arrit të premten në samitin e Tiranës mes Mickoskit dhe kryeministrit britanik Starmer.